Hëna më e madhe dhe më e shëndritshme e vitit do të ndriçojë sot në të gjithë botën. Kjo pasi do të jetë një nga të paktat raste për të gjithë njerëzit që duan ta shohin, pasi Super Blue Moon shfaqet rrallë. Hera e fundit që u pa ishte në vitin 2009. Hëna mbrëmjen e sotme do të duket më e madhe dhe më e ndritshme se zakonisht pasi afrohet pikës më të afërt të tokës. Ky fenomen ndodh kur një vit kalendarik ka 13 hëna të plota dhe jo 12. Por kushdo që shpreson ta shohë hënën në ngjyrën blu do të zhgënjehet. Kjo pasi emri nuk ka të bëjë fare me ngjyrën, por quhet kështu sepse nuk hyn në skemën e zakonshme të hënave të emërtuara. Ky fenomen në mbar botën njihet me emra të ndryshëm. Hëna e fundit blu ishte në gusht 2021, ndërsa tjetra do të jetë në vitin 2026. Por kombinimi i një hëne blu dhe super hënës është shumë më i rrallë dhe do të duhet të presim deri në vitin 2037 për ta parë këtë fenomen përsëri.